Ja se çfarë i ndodh trurit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni 5 ara çdo ditë për një muaj. Arat mund të jenë cilësia që ju përmirëson humorin dhe largojnë stresin, por efektet pozitive vlen vetëm për të rinj. Studimet tregojnë se arat janë të mira sidomos për të gjitha moshat, por edhe kryesisht për meshkujt. Këshilla është që të hani një grusht me ara çdo ditë. Kështu thot një studim i Universitetit të New Mexico i publikuar në revistën Nutrients. Në testim kanë marrë pjesë 64 studentë të moshës nga 18 deri në 25 vjeç. Ata kanë ngrënë 3 feta buk banane, një ëmbëlsirë tipike anglo-saksone për 16 javë. Për 8 javë në ëmbëlsirë janë shtuar arra, për 8 të tjera jo. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Arrat u përpunuan në mënyrë të tillë që në të dyja rastet shija e ëmbëlsirave të mos ndryshonte. Në periudhën kur ata hëngrën ëmbëlsirën me arra, ju kërkua të hanin gjysmëtasi arra në ditë. Në fund të eksperimentit rezultoi se kishin humor më të mirë dhe më të përmirësuar. Ka një të dhënë domethënëse prej rreth 28% të përmirësimit të humorit e të rinj. Por të njëjtat përmirësime nuk janë në njësoj të vajzat, por këtë nuk e të bëjnë që arrat të mos jetë pjesë prezente e dietave tuaja. Shtimi i arrave në dietën tuaj të përgjithshme mund të luajë një rol pozitiv fal elementeve ushqyese që ajo mbart, sidomos edhe në shëndetin e trurit. Arrat, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, ju ndihmojnë të ofrojnë përmirësime të mira për shëndetin e trurit, kujtesës dhe shëndetin e përgjithshëm. Arorët përgjithsisht janë të pasura me monoj, ndyrna të pangopura dhe shumë ushqyes të tjerë të dobishëm. Për më tepër ato mund t'i konsumoni në mbrëmje në vakte shumë të lehta, ndonse përmbajnë edhe shumë kalori. Për këtë arsye rekomandohet të konsumoni 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë. Pavarësisht kësaj, arrat janë të mira edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Arorët janë të mirë për shëndetin e zemrës dhe ulin riskun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme nga sëmundjet e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik ndaj tyre. Në të kundërt, mund t'i bëni pjesë të regjimeve tuaja të kujdesshme ushqimore. Një nga mënyrat se si arrat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zemrës është se ato mund të ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ky i fundit luan një rol kryesor në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre çdo ditë në dietën tuaj do të ndihmojë dukshëm në përmirësimin e shëndetit tuaj të zemrës dhe lehtësimin e qarkullimit të gjakut. Arrat kanë vlera fantastike edhe të ushqyesve të proteinës. Acidet yndyrore kryesisht që gjenden te arrat janë të mira për shëndetin e zemrës dhe gjithashtu parandalojnë luhatjet e dëmshme të rrahjeve të zemrës. Arorët janë të pasur me proteinë, por edhe me substanca të shëndetshme të cilat do të luajnë një rol pozitiv në reduktimin e komplikacioneve dhe lehtësimin e problemeve të shëndetit tuaj. Mbarvajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik, të cilët luajnë një rol në balancimin e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si prebiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat ndihmojnë që të bini gjithashtu nga pesha e tepërt. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fibra të cilat ju ndihmojnë që të jeni të ngopur për më gjatë dhe përshpejtojnë metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për rënien nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë oreksin. Arrat janë të mira për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesës dhe përqendrimit, duke qenë se janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, polje të pangopura dhe substanca të cilat luftojnë inflamacionin. Ato vlerësohen gjithashtu se janë shumë të rëndësishme për shëndetin e trurit, duke penguar plakjen e parakohshme të trurit dhe uljes së riskut
të sëmundjeve nervore, gjithashtu edhe të problemeve që mund t'i kanosin organizmit tuaj. Ekspertët i këshillojnë arrat si një prej frutave më të mira për dietën tuaj, kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i magjishëm dhe gjithashtu konsumi i tyre me moderi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Kur mendoni për ushqime që janë të mira për shëndetin, arrat ndoshta nuk janë gjëja e parë që ju vjen ndërmend, por ndoshta duhet të jenë. Këto fruta të vogla të mbuluara me lëvozh janë një mrekulli ushqyese e natyrës, të mbushura me përfitime për çdo aspekt të mirëqenies suaj. Arrat janë gjithashtu sekreti i një zemre të fuqishme. A i dini se arrat mund të jenë miket më të mira të zemrës suaj? Ato janë të mbushura me acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë uljen e kolesterolit të keq dhe mbrojnë enët e gjakut nga dëmtimi. Konsumi i disa arrave çdo ditë mund të ndihmojnë uljen e riskut të sëmundjeve në zemër dhe atyre kardiovaskulare. Arrat janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Arrat janë një ushqim ideal për trurin, me përmbajtjen e tyre të lartë omega 3 dhe antioksidantëve, ato ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe funksioneve mendore. Disa studime madje sugjerojnë se konsumi i rregullt i arrave mund të ulë riskun e zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit. Arrat ndihmojnë që të kontrolloni peshën pa e ndjerë. Përkundër faktit se arrat janë të pasura me kalori, ato mund të jenë aleat i shkëlqyer në menaxhimin e peshës. Proteina dhe fibrat që gjenden te arrat ofrojnë një ngopje më të gjatë, duke ju ndihmuar të shmangni dëshirën për ushqime të tepërta dhe të ulni oreksin gjatë ditës. Arrat janë të mira për bukuri dhe mund të shkojnë përdej saj. Arrat nuk janë të mira vetëm për shëndetin e brendshëm, por edhe për pamjen tuaj të jashtme. Të pasur me vitaminën E dhe antioksidant, ato ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmet të shkaktuar nga radikalet e lira dhe kontribojnë në një lëkurë më të butë dhe më të ndritshme. Arrat janë të mira gjithashtu për gjumin. A keni vështirësi për të fjetur? Arrat mund të jenë çelësi. Ato përmbajnë melatonin, një hormon natyral që ndihmon në rregullimin e ciklit të gjumit. Një grusht me arra përpara se të shkoni në shtrat mund të bëjë mrekullinë për cilësinë tuaj të gjumit. Nëse kërkoni një ushqim që të përmirësojë shëndetin tuaj, të forcojë mendjen dhe të rrisë bukurinë tuaj natyrale, mos shkoni më larg se arrat. Këto perla të natyrës janë super ushqime që meritojnë të jenë pjesë e përditshme e dietës suaj. Sigurisht, arrat janë të mira për shëndetin, dhe një i rritur mund të konsumojë vazhdimisht çdo ditë në dietën e tij 5 deri në 8 kokra arra, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë mbreslënse. Arrat në të vërtetë janë një minjer antioksidantëve efektiv që përmirësojnë shëndetin e zemrës, trurit dhe të gjithë sistemit kockor. Gjithashtu për më tepër, këto produkte përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të radikaleve të lira. Frutat e arrave janë një koncentrat i acidi lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin e keq dhe rregullon tensionin e lartë. Përdorimi i arrave forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksionon shumë mirë kundër artritit reumatoid. Në këtë mënyrë mirëmban shëndetin e kockave dhe largon mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet yndyrore ku bëjnë pjesë edhe arrat përmirësojnë energjinë të personat që i konsumojnë ato. Veprimi i arrave si probiotik antiinflamator atribuohet sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C, efektive kundër inflamacioneve dhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht omega 3 që përmbajnë arrat veprojnë gjithashtu në tru, duke përmirësuar funksione nervore, aftësinë të mësuarit dhe kujtesën. Por përse duhet të përdoren veçanërisht arrat natyrale? Për të përfituar maksimumin e vlerave të tyre, është e këshillueshme të konsumohen sa më natyrale, të cilat nuk janë të nënshtruar në trajtimet kimike. Sigurohuni të blini dhe të konsumoni arra të cilat janë natyrale dhe lëvozhgën ta keni të errët dhe jo të njëllosur. Sigurisht, ato nuk do t'i nënshtrohen asnjë trajtimi kimik. Ekspertët tregojnë se përfshirja e arrave në dietën tuaj, kryesisht në formën e tyre natyrale, do t'i japë shumë përfitime në dobi të organizmit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij, citon Healthy Side. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të rregullta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.